Ne kena rritë me sliru, sheshi në rëndërë, Kjo është fillimi, kjo është beteja e parë e re, mesin e shumë beteja që kena e zhvillu, kundër dialogut politik me Serbinë, kundër autonomisë veriut, kundër ndarjes Mitrovicës, kundër Serbisë dhe kundër gjitha tyre që i bojnë pazare me Serbinë. I kemi ma shumë se 30 aktivistë të arrestuar. Shumë prej tyne i kanë rejë edhe në stacion politik. Mesin e tyne i kanë rejë shumë edhe po i kena bazit. Aktivistin që ka ardhur nga Tirana me punun dhe vendosje Prishtinë. E kanë rejë Liburna Liën edhe Glau Konjuh tension emergjent. Shpendi është edhe Matutje në arrest. E kanë rejë Suliman Pirevën e në Lushin. Kanë rejë, kanë lëndu edhe shumë aktivistë atjerë. Ama fitoria është e jona. Dita sot e ka dëshmu që vullneti i njerëzve për me qenë të lirë, për me pas drejtësi e barazi, është i pandalshëm. Nuk ka qizme dhe nuk ka njësi special që e nalë vullnetin tonë. Na jemi për një Kosovë sovrane, me kufit mbrojtur, me integritet territorial e me zhvillim ekonomik. Na dojmë kë zhvillimi ekonomik më bazun prodhim për me sjellë punësim. Na dojmë që të mobilizohemi si shqiptar, si Kosovë, si kënd, si shoqëri, si qytetar kundër Serbisë. Konflikti me Serbinë nuk ka përfundu. Konfliktin me Serbia ka përfundu vetëm Hashim Tashi personalisht, ama jo populli shqiptar dhe populli Kosovës. Ajo na ka bërsh neve shumë. Janë 5 lloj kushteve që Serbia duhet t'i plotësoj para çfarë të bisedimesh me neve. Janë kushtet juridike. Serbia duhet me njohë pavarësinë e Kosovës edhe duhet me ndryshu kushtetutën e saj për shkruan Kosova është pjesë e Serbisë. Janë kushtet morale dhe humanitare. Serbia duhet me na i kthyer ata 1750 pa gjetur ose me dhënë informacione se ku ata ndodhen. Janë kushtet e shdëmtimit për artefaktet kulturore, depozitat bankare, fondin pensional, librat kadastral, regjistrat civil, duhet krejt me na i kthyer sepse na i kanë plaçkit. Nuk mundesh me negociu me plaçkit si për flashkën. Janë kushtet politike. Serbia duhet të përshoj financimin e strukturave të saja, ilegale, armiqësore dhe kriminale në veri të Kosovës dhe jo vetëm atje. Po njëkohësisht duhet të përshoj terrorin, shtypjen politike dhe shfrytëzimin ekonomik shqiptarëve në lugin Preshevës përkatësisht Kosovë lindore.